për secilin pikë të akuzës duhet të ekzistojë një ndërlidhje midis veprimeve të tij. Jurisprudenca e tribunalit nuk kërkon një lidhje të drejtpërdrejtë. Kuptohet që duhet të ekzistojë një lidhje gjeografike dhe kohore midis aktit dhe kryerjes së krimit në terren. Apo thoni që një person i cili akuzohet se është pjesë e NKP duhet të kontribuojë në mënyrë të ndjeshme për secilin prej pikave të aktit akuzës, dhe më thënë për paraburgimin e personit A në fshatin B apo për vrasjen e personit B në fshatin Y e kështu me radhë, kështu po thoni. Mishit e që nuk po themi këtë për secilin ngjarje dhe individ, por e kam fjalën për secilin pikë të aktit akuzës. Për secilin pikë të aktit akuzës duhet të ekzistojë një ndërlidhje midis veprimeve të tij dhe krimeve që ka ndodhur sipas paraqitjes së tyre në akt akuzë. Në fazën paraprake, besoj se ishte gjykatësi Metroi i cili ngriti këtë çështje të ndërlidhjes dhe të kontributit së ndjeshëm të krimit dhe kontributit në kuadrin e synimit të përbashkët, dhe në këtë kuadër u diskutuan këtë çështje. Dhe do të doja të përmendje çështjen e prokurorisë kundër Nadihmanës në 16 dhjetorit 2013, ku zyra e apelit, paragraf 198 dhe 99, tha që pjesëmarrja në synimin e përbashkët nuk u do që domosdoshmërisht të çojë në një krim, por mund të kontribuojë për arritjen e synimit të përbashkët. Kontributi nuk mund të mos jetë domosdoshmërisht substancial, por të paktën do të jetë i ndjeshëm sa i përket krimeve për të cilat gjendet fajtori fagosur. Me të thotë që trupi gjykues në rastin konkret ka konstatuar një gjë të tillë duke përmes mbrojtjes morale që Nadihmanës dhe në luftë në kontribut në persekutimin dhe në vrasjen e tutsave në Ruanda. Pra, dhoma e apelit e ka pranuar që duhet të ekzistojë një ndërlidhje midis veprimeve që kanë ndodhur dhe kryesve të pretenduar, të kryesve aktual. Gjykatësi Barta dëshiron në kusht tjetër të thotë një gjë prokuroria. Shkurtimisht prokuroria, faleminderit. Mbrojtja e Thaçit kur thotë që do të flasim për secilin prej pikave të aktit akuzës, ne nuk e kuptojmë këtë kur bëhet fjalë për secilin krim në veçantë. Kur sa për këtë kontributit në torturës apo vrasjes, është kontribut për një veprim konkret dhe kjo nuk kërkohet nga jurisprudenca. Dhoma e apelit të TPN-s të paragrafin 1535 në Përliç, apeli gjykimi i apelit volumi 2 thotë jurisprudenca e tribunalit nuk kërkon një lidhje të drejtpërdrejtë midis kontributit të akuzuarit dhe krimeve, pasi akuzuari nuk do të duhet që të kontribuojë për një krim specifik me qëllim që të mbahet përgjegjës për këtë. Pasi kontributi në NKP-s mund të ketë formën e kontributit për realizimin e synimit të përbashkët. Po kështu, edhe sa i përket të tribunalit të Ruandës, për atë që u përmend, mund të shifni paragrafi 109 të aktgjykimit Karamara. Barte, faleminderit, mishit që mund të përgjigjim. Mishit që po të shihni çështjet e TPN-s dhe të Ruandës, dhe të shihni se gjykatësit merren me çështjen e diskutimit për shembull në Sheshel. Ne në komunikatën e nxjerr 2 vite pas një krimi që ka dalë, ne do të shohim që nuk kishte lidhje me disa akte kriminal dhe akti kriminal dhe synimit. Kuptohet që duhet të ekzistojë një lidhje gjeografike dhe kohore midis aktit dhe kryerjes së krimit në terren. Në të gjitha rastet e krimeve të NKP-s, po të shikoni Përliç, Karagjiç, Sakeç, Martiç, që të gjitha në aktgjykimet e tyre do të shihni
që bëhet fjalë për nxjerrjen e deklaratave në kohë të thelbësore. Shihet kjo në gjykimin për ligj paragrafi 267, shifni që retorikën e përdorur nga të akuzuarit për të krijuar frikë dhe urrëtie midis bosnjakëve, muslimanë dhe kroatë dhe kanë patur efektin për të përkeqësuar marrëdhëniet etnike në Bosnjë dhe Hercegovinë. Kjo ndodhet nga gjykimi Karadziç në paragrafin 3846. Pra duhet të ekzistojë një lidhje midis veprimeve të akuzuarit dhe krimeve. Pra me edhe një gjë shtesë. Në këtë rast jemi në rast unik, ndryshe nga shumica e NKP-s. Në përligj është thënë që synimi përfundimtar i NKP-s ka qenë për ta lidhur Herceg-Bosnjën me Kroacinë, që në vetvete nuk është një akt kriminal, por mënyrat e përdorura për ta realizuar këto ishin kriminale. Kemi pretendime të ngjashme në këto që për të siguruar kontrollin mbi Kosovën, që në vetvete kjo nuk është krim. Nuk është krim sipas jurisdiksionit të kësaj gjykate këtu, por mënyrat për ta bërë atë që pretendohet se ka ndodhur, pra pjesa e paligjshme është ajo që është diskutuar. Pra duhet të ekzistojë një lidhje. Nuk mund të thuhet që zoti Thaçi ka marrë pjesë në luftime, pasi ky mund të tregoj pjesën e synimit të përbashkët, por jo aspektin kriminal për arritjen e këtij synimi të fundit. Dhe kjo kërkohet lidhja. Ka patur raste të NKP-s, për shembull për gjenocid në Srebrenicë. Ndryshimi këtu është që nëse synimi përfundimtar paraqitet si krim, atëherë do të duhet që të ketë një kontribut substancial për të bërë të mundur që kanë një lidhje me këtë krim.